Unë si ministër në detyrë, sot kam bën ndërheqje tek varësi im, këtë rast kryeministri i Republikës Kosovës, Albin Kurti, edhe rrjedhimisht me qenë se është detyrim ligjor dhe kushtetues, konstituimi i kuvendit edhe pika numër 1 që nënkupton verifikimi i mandateve, një gjë të tillë pamundësoi lista srpska me abstenim dhe opozita duke votuar kundër. Kjo është një rrethonë e re që në aspektin kushtetues, ligjor dhe të rregullorës së punës së kuvendit nuk është e paraparë dhe definuar, edhe rrjedhimisht kryesuesi i seancës së sotme ka vendosur që për një situatë të tillë të re të krijuar të drejtohet Presidentit të Republikës Kosovës dhe rrjedhimisht është në diskrecionin e presidencës të kthejë një përgjigje ose të drejtohet gjykatës kushtetuese. Po, unë ndërheqjen e jap kur të vlerësojon, jo kur dën ti. Ligji e vlerëson dhe thotë se para dhënies së betimit. Ne para dhënies së betimit i kemi deponu ndërheqjet tek shefi i qeverisë, Albin Kurti, e Albin Kurti i ka deponu pjesën e ndërheqjes ish kryetarit ose kryetarit në detyrë deri në zgjedhjen e një kryetari të ri, Glau Konjufsës. Nuk ka asnjë mekanizëm tjetër se si mund të veprohet ndryshe. Ajo që dihet është që lista srpska dhe opozita e pamundësoi konstituimin e institucioneve ose hapin e parë zgjedhjen e kryetarit të. Ka edhe anëtar tjerë të komuniteteve jo shumicë që nuk kanë marrë pjesë. Arsyeja pse nuk kanë marrë pjesë është krejt rasti për shkak se disa prej tyre kanë marrë pjesë në komisionin për verifikimin e mandateve dhe rrjedhimisht ka qenë momenti jo i përshtatshëm që nuk janë gjendë në seancë. Në rast se do të verifikoheshin mandatet, ne kemi pas emrin për krye parlamentar, kurdo që vije koha e shpalosëm edhe emrin e krye parlamentarit. Të gjithë ministrat kanë ofruar ndërheqje, mirë po, pavarësisht që kemi dhënë ndërheqje, unë kthehem në zyrën ku e kam të ministrit për shkak se largimi i kryeministit në detyrë, nga zyra e kryeministit edhe largimi i ministrave nga zyrët e ministrive me që rast do të krijojnë mundësia krijimit të një hendeku të madh, në kupton që dikush nesër mundet me thonë që kemi bërë vepra penale deri në nivel të tradhtisë kombëtare. Emri i ri do të shpaloset momenti kur ne të kemi të verifikuar mandatet edhe kur të krijohet hapësira rrethona kushtetuese dhe ligjore që të konstituojmë kuvendit. Është çështje e diskrecionit të koalicionit vetëvendosje guxo dhe alternativa se kush është emri. Nuk kam çka flas në këtë fazë përderisa opozita dhe lista srpska ka mundësuar konstituimin e kuvendit Republikës Kosovës për të hapë mundësi dhe për të futur në afate ligjore dhe kushtetuese për të pas institucionin e Republika Kosovës, për të pas kryetarin e kuvendit edhe rrjedhimisht për të hyrë në afate kushtetuese për nominimin e mandatarit për kryeministër të qeverisë së ardhshme. Është çështje e deklarimit që përfaqësues e nismës këtë rast kryetari zoti Limaj është në diskrecion të tij dhe është çështje e tij, nuk mundem me u dhëm për folje. Përfoljet janë nga më ndryshme, nuk jam këtu për me dhëm përgjigje për përfoljet. Po, a është emër, a keni emër një krye parlamentare? Ai që do të zgjedhet kryetari i kuvendit do të jetë emër. A është mungesë transparencë? Jo, nuk është çështje mungesës së transparencës, është debati i vazhdueshëm edhe vendoset në momentin ku krijohen rrethonat e favorshme dhe të përshtatshme për me vazhdu tutje. Jo, për shkak se në rrethon të tillë nënkupton shkelje të kushtetutës, për shkak se ka interpretim për këtë çështje, kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar që del nga zgjedhjet e është ekskluzivisht e drejtë e grupit më të madh parlamentar të zgjedh ose të propozoj. Jashta propozimit nga grupi më i madh parlamentar, këtë rast lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të ketë kryetar tjetër. Duhet të jetë nga lëvizja vetëvendosje ose i propozuar nga lëvizja vetëvendosje.
Jo, ajo është shkelje kushtetuese dhe nuk vjen shprehje, nuk mund të ndodhë një situatë e tillë. A mundi me shkon zgjedhje? A mundi me shkon zgjedhje? Krejt opsionet mbeten përderisa ne jemi para një situate që asnjëherë institucionet e Kosovës nuk janë gjendë para një situate të tillë, është çështja e interpretimit të Presidentes së Republikës Kosovës si përfaqësuese e unitetit të popullit në radhë parë, po mandej edhe interpretimit që mund të me pasu nga gjykata kushtetuese në rast se presidenti ja vendos me ju drejtu. Unë nuk jam këtu për me folë për, ose me i komentu për foljet, ne nuk kemi asnjë komunikim me listën srpska, edhe synimet edhe angazhimin tonë për t'i dhuru Kosovës institucione në shërbim të Kosovës asnjëherë nuk e bazojmë tek numrat edhe komunikimin me listën srpska. Për unë nuk jam këtu për të komentu për situatat hipotetike, unë jam këtu për të dhënë një shpjegim edhe për shkrim të asaj se çka ndodhi në seancën edhe cilat janë hapat tutje. Ju falenderit shumë, gjithë mira, unë bëra.